Kriza dhe mungesa e parave në dorë detyron ndërtuesit të paguajnë me metra katror për gjithçka që kryen me kontraktorët për punimet elektrike, hidrosanitare, ato të duraluminit. Ndërtuesit tashmë paguajnë me apartamente, por duket se edhe kjo formë nuk po jep rezultat. Forma me clearing për të shfrytzuar tamam ato rezervat e mundshme të brendshme që ka një shoqëri ose një ekonomi, nuk është ajo zgjidhja. Forma me clearing që sipërmarrësi kryesor kërkonte nga sipërmarrësit më të vegjël që të mos i bënte më pagesë në monedhë, por me clearing, pra t'i jepte sipërfaqe ndërtimi. Kjo funksionoi për një pjesë të shkurtër, por krijoi edhe probleme të tjera. Nuk është kjo forma për të vazhduar, duke qenë se ndërtimi vijon të jetë në krizë. Sektori i ndërtimit prej vitesh po përballet me këtë situatë ngërçi. Shitjet kanë rënë, lejet e ndërtimit janë ndërprerë në pritje të miratimit të planeve rregulluese dhe nga ana tjetër, edhe materialet e ndërtimit janë shtrenjtuar. Sektori i ndërtimit aktualisht është në situatë krize, ku treguesit kryesor janë vëllimi i punës që ka rënë me 40% të vëllimit të punës që ishte para një viti. Për sa i përket shitjes së apartamenteve për firmat që investojnë vetë për ndërtimin e banesave, mund të themi se kjo është pothuajse e bllokuar. Në shkallë vendi janë afro 10 deri në 12.000 apartamente stok që nuk po shiten, prej të cilave rreth 5.000 numërohen vetëm në qytetin e Vlorës.